Vazhdojmë me pyetjen e radhës. Selamu aleikum, deshta me pyet hoxhën se një ditë u bë muhabeti fjalë për vdekjen dhe unë thësha se vdekjen ta shkruan Zoti kur kemi vdek, para se me lind fëmijët e fëmijët që të vdesin të vegjël dhe pa u kon të smut. Në këtë rast, a ka në gjel me vdek ajo? Unë them që po, por tjerët po më thonë që fëmijët vdesin pa e gjel. Kjo mua s'po ma pranon kur qysh në kryt e tem, se pa thonë Zotin nuk vdes kërkush, dhe më thësha se fëmiju deri në 7 vjet vdes pa e gjel, dhe unë nuk po ja pranoj kur qyshkët. Bismillahirrahmanirrahim. Me bën për të qeshur sepse kjo është një mendim krishter. Dhe krishterët e fëmijët të cilët kanë vdekur ende pa u pagzuar, mendojnë kështu, që këta nuk kanë vdekur me e gjel, dhe ata e harrojnë se s'ka sen këtë dunjo pa e gjel. Çdo sen këtë dunjo abi e gjeli. Edhe i mbyturi vdes në gjelin e tij. Edhe i fundosuri vdes në gjelin e tij. Edhe i djegur vdes në gjelin e tij. Edhe i mituri vdes në gjelin e tij. Edhe fryti në barkun e nënës përfundon jetën me e gjelin e tij. Edhe i vjetri 120 vjetin se i ka se 200 vjet vdes me e gjelin e tij. Çfarë do të thonë fjala e gjel? E gjel do të thonë caktim. Dhe për mos me kuptuar njerëzit, apo për ta kuptuar më mirë njerëzit, do të thojmë edhe gjykatat sot, kur merr një vendim, një akt vendim për gjykim, thot i kanë dënuar 120 vjet. 120 vjet nuk jeton. Qëllimin e ka për të arritur shumë ditët, dhe 120 vjet bojnë, njëri ja ka dhënë 5, tjetri ka dhënë 7, tjetri ja ka dhënë 6, tjetri ja ka dhënë 10. Aq grupi i madh ka qenë që këtë dënimi i atyre ditëve quhet 150. Që kjo quhet e gjel. Dhe ta secili prej tyre prej 150 vjetëve që i kanë caktuar për më dënim, dikush ka me hin borg 6 vjet. Që kjo është e gjeli ti. Pej sotit mas 6 vjet e lirohet. Tjetri ka me nejtë borg 7 vjet, edhe një vjet ma shumë. Tjetri 11 vjet, edhe pak vjet ma shumë. Çdo të njëri që fillon dhe përfundon, fillimi dhe përfundimi quhet e gjel. Caktim, sikur se njeriu kur e kurdi sahatin. Mirë po neve Allah Gjerëvanë në ka caktuar kohën, në ka caktuar jetën me sekonda. Ne kemi të i bëjmë me qindrat e sekondit këtë dunja. Jo me dit, jo me vjet. Na i thëmë, valla jetoj 90 vjet. Valla jetoj njeriu 120 vjet. Jo, njeriu jetën këtë dunja me qindën e sekondit. Edhe qindën e sekondit të mramë na u ka caktuar, si mu se ju që jeni të ndëgju. Dhe që këtë caktim, që na nuk e dim se kur e kem, quhet në gjuhën arabe e gjel. E gjel është e caktuar, vendi ku keme vdekur, koha kur keme vdekur, se bepër prej qkafit keme vdekur. Pa orë të 3 gjëra nuk vjen e gjeli. Se vendi ku ke vdekur ti, mund është me ra gjithë qatra 20, 30, 40 vjet, 50 vjet, njëtë në shtratë. E honë e morë të mërkura e ejnë për çdo ditë. Vitë mas vitin të ndryshojnë detë dhe stinët. Mirë, po pa orë koha, që është e më rëndësi të madhe. Dhe koha përbëhet motet me orë, me saat. Sahati ka dhe qindet sekundit dhe qindet e sekundit. Kur përfundon qindi i fundit i sekundit, fryma e fundit dhe del. Largohet shpirti nga trupi. Çdo sen ka fillim në këtë dunjë dhe ka mbarim. Përveç Allah subhanahu wa ta'ala, kullu men alejha fan, wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Çdo gjë në këtë dunjë ka me vdek, përveç fytyra e Zotit, e cila nuk ka fillim as nuk ka mbarim. Pra e kanë gabim të gjithë ata të cilët kanë një mendim të tillë i krishter, sepse çdo gjë vdes në e gjelin dhe kaderin e Allahut.